Në bashkëbisedimin e përjavshëm me gazetarët, kryetari i opozitës Edi Rama, teksa ka akuzuar sërish mazhorancën për situatën politike, ka kthyer përgjigje dhe kritikave të lëshuara ndaj tij nga ish kryetari i Partisë Socialiste Servet Pëllumbi dhe shkrimtari Dritoroa Golli. Dy ideologët e së majtës e cilësuan qëndrimin e Ramës si jashtë realitetit dhe këshilluan atë që betejën politike ta bëjë në parlament dhe të mos u rikthehet protestave, pasi ato nuk dhanë rezultate. Por Rama në kundër përgjigje është shprehur krenar për vendimin që socialistët të mos votojnë asnjë ligj në parlament dhe ka kërcënuar sërish me rikthim të protestave. Fakti që një regjim nuk heq dorë nga rruga e vetë mbrapsht nuk është një arsye që ata që luftojnë këtë regjim dhe që kërkojnë që punët futen në rrugë drejt të tërhiqen. Unë jam shumë krenar për gjithçka ka bërë Partia Socialiste dhe njëkohësisht jam tërësisht në mbështetje të vendimit që ka marrë grupi parlamentar për të mos marrë pjesë në asnjë proces votimi në një parlament të shpërfytyruar. Kjo është pjesë e një realiteti dhe ky është realiteti i sotëm, konkret dhe i prekshëm. Nuk do të marrim pjesë në asnjë proces votimi për asnjë nisëm që vjen nga ky pushtet, të cilin do ta përballim me të gjithë fuqinë e rezistencës son. Rama ka deklaruar se betejë e socialistëve do të vijojë dhe protestat e tyre do të përshkallëzohen, por pa bërë të ditur se kur ato do të riaktivizohen. Kryesocialisti është ndalur gjatë në analizën për situatën ekonomike, që sipas tij është në kolaps total.